Në kuadër të festës së Kurban Bayramit, në mjediset e JVP Durrës, është organizuar rituali i faljes me pjesëmarrjen të burgosurve nën kujdesin dhe mbështetjen e drejtorit të burgut, Serian Mazreku, si dhe me praninë e imamit, i cili ka përcjellur mesazhe paqe, reflektimi dhe solidariteti. Pas përfundimit të faljes, nga ana e institucionit, janë organizuar disa momente simbolike ku të burgosurit konsumuan ëmbëlsira dhe kafe nën frymën e festës. Organizimi i këtij aktiviteti synon forcimin e klimës pozitive në institucion, respektimin e besimit fetar dhe krijimin e një atmosfere më njerëzore dhe mbështetëse për të burgosurit, duke ndikuar pozitivisht edhe në aspektin social dhe rehabilitimin e tyre. Atmosfera festive me urimeve dhe bashkëbisedimeve ka sjellë momente pozitiviteti dhe afërsie njerëzore, duke përcjellë frymën e solidaritetit dhe harmonisë që simbolizon kjo festë.